Bedri Hamza humbi në Mitrovic, Lumir Abdixhiku fitoi në Prishtinë. Prandaj nga dje, Lumir Abdixhiku është lideri i opozitës. E para punës, logjika është shumë e thjeshtë. Shumë analistë kanë thënë që në Mitrovic po garon Albin Kurti, jo Faton Peci. Po pranoj si të mirëqen këtë interpretim. Rrjedhimisht nuk kuptohet që nuk ka garu Arjan Tahiri, por Bedri Hamza. Në përballje direkte, Albini e mposhti Bedriun në qytetin e lindjes, në Mitrovicën që e ka udhëheq për 4 vite. Bili nëse ju kujtohet para 4 vjeteve, të njëjtit analist, ama bashkë të njëjtit, thëshin që Bedriu i mujti krejt, Albinin, qeverinë e vetëvendosjen. Sen tre nuk kem të thonë, veç për zbatoj premisën e tyre kundër vet atyne. Mitrovica u kon jeta vdekje për Albinin dhe Bedriun. Fitoria Pecit nuk kupton që Albini edhe e mori komunën e Mitrovicës, edhe ja rrexoi për toke imazhin e triumfatorit Bedri Hamzës. E di, është një humbje që dhem shumë. Që ka qenë Mitrovica për Albinin e Bedriun, për Lumir Abdixhikun u kanë Prishtina. Situata u kanë krejtësisht e qartë. Lumiri ka hy all in në Prishtinë. Lumiri ka ditë që fitoria e LDK-s në Prishtinë e rikthen këtë parti si liderët e opozitës. Por dallim prej Bedri Hamzës, humbës, Lumiri doli fitues. E mposhti vetëvendosjen në Prishtinë, edhe për kryetar të komunës, edhe për asamble. Sot LDK-ja pas 12 viteve është partia më e madhe në kryeqytet. Një simbolik tepër e rëndësishme për Lumir Abdixhikun. Kjo fitore e LDK-s në Prishtinë e bën Lumirin lider të opozitës. Aq më shumë kur kandidati i PDK-s për kryeministër, pra Bedri Hamza, ka humbur Mitrovic në vendlinjen e vet. Është mirë që PDK-ja me kërku një kandidatri për kryeministër, sepse s'mundesh me kriju frymë të fitores me Bedriun që humb vendlindje në komunën që e ka udhëheq për 4 vite. Veç imagjinojeni, nëse Albini të mposht në Mitrovic, në lidhjen tonë, paramendoni çka t'i bën Bedri Hamzës në krejt Kosovën. Situata ka ndryshuar radikalisht. Bedriu që dukej dikur diga kryesore e PDK-s kundër Kurtit e ka marrë uje i fitores së Pecit. Fitoria e Ramës e LDK-s në Prishtinë e vendos në pozicionin më të mirë ndonjëherë Lumirin në garën për kryeministër. Mos harrojmë një gjë. Fitoria në kryeqytet është një fitore krejt tjetër. Prishtina u kthye ngadje në një qytet opozitar, në krye me Lumir Abdixhikun.